Çdo ditë njerëz punëtor në mbar Shqipërinë krijojnë produkte me cilësi të lartë, nga mjalti i pastër malor dhe bimët medicinale, te ushqimet e shijshme, kozmetikat natyrale dhe tekstilet e punuara me finesë. Por ta kthesh këtë cilësi në besim global dhe produktet vendase në sukses ndërkombëtar, kërkon më shumë se punë e palodhur. Kërkon standarde, themelin e eksportit, ekselencës dhe rritjes. Standardet janë kërkesa që sigurojnë prodhimin e sigurt të produkteve, testimin e duhur dhe përmbushjen e kërkesave të tregut. Ato ndërtojnë besim te blerësit, hapin dyer për mundësi të reja dhe ndihmojnë bizneset shqiptare të shtrihen përtej kufive, duke filluar nga Bashkimi Evropian. Për këtë arsye, në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, me mbështetjen e UNIDOS dhe Sekretariatit Shtetëror për Çështjet Ekonomike të Zvicrës, SECO, organi i standardizimit të Shqipërisë, DPS, është digitalizuar. Ky është një hap i rëndësishëm përpara që afron standardet më pranë njerëzve, bizneseve dhe të ardhmes evropiane të Shqipërisë. Tani, bizneset shqiptare kanë të gjithë mundësinë që t'i gjejnë standardet që atyre i duhen në kohë reale në arkivën e standardeve shqiptare. Kjo arkiv gjendet dhe disponohet dhe menaxhohet nga Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit. Përdorimi i standardeve të duhura në ndihmon për përmirësimin e produkteve dhe për sigurimin e madrave samëcilësore. Dhe kjo na ndihmon gjithashtu dhe për gjetjen e tregjeve të reja për kompaninë tonë. Zbatimi i standardeve mbështet ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në përmirësimin e cilësisë, rritjen e përputhshmërisë me kërkesat e tregut dhe lehtësimin e qasjes në tregje të reja. DPS does standards for you and with you. So digitizing the standards development will bring you closer. Nëpërmjet platformës së re digjitale, DPS tashmë është plotësisht e integruar me sistemin evropian të standardizimit. Ky transformim i mundëson Shqipërisë të përafrojë kuadrin e saj kombëtar të standardizimit me kërkesat dhe praktikat evropiane. Duke digitalizuar aksesin në standarde, DPS ofron shërbime më të shpejta, transparencë më të madhe dhe mundësi të barabarta për të gjithë aktorët, një hap thelbësor për të mbështetur ndërmarrjet në përmbushjen e pritshmërive të tregut të BE-s. Kjo nismë është pjesë e një përpjekje kombëtare më të gjerë për të forcuar besimin, për të avancuar cilësinë dhe për të lehtësuar integrimin përparues të Shqipërisë në tregun evropian. Sepse në fund, standardet kanë të bëjnë me njerëzit, me besimin, me të ardhmen e Shqipërisë në Europë.